Më dalin shumë faqet që janë të lidhura me opozitën këtu në Makedoni. Po thuaj se nuk kam nevojë të shkruaj unë asgjë as për këtë që kam folën më herët, as për këtë që kam folën më herët, as për këtë. Pra, ardhë koha nëse jo që jeni opozitë, që jeni nga BDI, keni agjendë shqiptare, dhe doni të forconi agjendën shqiptare, nuk është mirë ju të krahasoni me këta të vredit, përderisa unë një pjesë të madhe të tyre nuk i konsideroj fare që janë shqiptarë, përderisa dhe e kanë dëshmu punët e tyre, dhe janë ata të cilët e kanë shfrytzu dhe e kanë thithë më së miri BDI-n ose Ali Ahmetin. Sido qoftë unë ju përshëndes, ne mund të bëhemi bashkë për agjenda shqiptare. Unë me shqiptarët e mi, ne nuk jemi njerëz që duam pushtet, ne duam vetëm të funksionoj çdo gjë në rregull, të funksionoj sistemi i demokracisë, lirisë, drejtësisë, njëjtë për të gjithë.